Përshëndetje të nderuar shikues e televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me bisedën e studio ku sot do të flasim për luftën kundër korrupsionit. Dhe për këtë çështje do të flasim me musafirin të cilin e kam ftuar në pjesën e dytë e emisionit frontal, është Yli Buleshka, i drejtori i Agjencisë së Parandalimit të Korrupsionit. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se gjithash titujt kryesor. Seanca konstituive pritet të thirret në fillim të gushtit, Albulena Haxhiu thotë se po jep kohë negociatave. Ish ambasadori amerikan Jeff Hovenier alarmon se raportet Kosovë-Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të stërkeqen edhe më shumë. Një shtëpi në Prishtinë Bullshambjes, pronarja thotë se u dëmtuan nga punimet në rrugë dhe kërkon kompenzim nga komuna. Prap shtrejtohet nafta, kësaj radhe 4 cent më shumë, qytetarët shprehin pakënaqësi për mungesën e mbikëqyrjes. Emisionin frontal për sot nisim me raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, raporte këto që nuk janë në gjendjen më të mirë të mundshme dhe për këtë çështje ka alarmuar edhe ish ambasadori amerikan Jeff Hovenier, i cili në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se këto raporte mund të stërkeqen edhe më shumë nëse nuk ka një reagim. Raportet mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara shpesh janë vënë në pikpyetje viteve të fundit. Rrezikimi i marrëdhënieve dhe aleancës me amerikanët po merr vëmendje jo vetëm brenda vendit. Së fundmi edhe ish ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha që marrëdhëniet Kosovë-SBA nuk janë në nivelin më të mirë. Nuk është më sekret se marrëdhëniet me administratën e presidentit Trump nuk janë në nivelin e dëshiruar. Treguesi më i qartë për këtë është fakti se dialogu strategjik me Serbinë do të nisë më 17 korrekt në Washington dhe ministri i jashtëm Gjurić do të jetë atje për të takuar me zëvendës sekretarin e shtetit. Ndërkohë nuk ka pasur asnjë lëvizje për dialogun strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, që nga pezullimi i tij në shtator të vitit të kaluar, për shkak të dallimeve lidhur me disa zgjedhje politike të bëra nga kryeministri i atëhershëm me detyrë Albin Kurti. Është diçka që sipas meje Kosova duhet ta adresojë. I pyetur nëse Kosova mund të humbë besimin nëse dështon të veprojë, Hovenier u përgjigj prerazi. Mendoj se po, sërish nuk mund të flas në emër të kësaj administrate, por nga gjithçka që shoh, ai është mjaft transaksionale dhe hapësira e saj e vëmendjes nuk është shumë e madhe. Prandaj mendoj se është e rëndësishme të shfrytëzohen mundësitë që ofrohen dhe të mos shpenzohet shumë kohë duke u menduar apo reflektuar, por përkundrazi të përpiqesh të gjesh fusha të përbashkëta bashkëpunimi dhe përparimi. E të dëmshëm, ish ambasadori amerikan e konsideron edhe ngërçin politik në Kosovë. Është vështirë për mua të them se kush mban përgjegjësinë më të madhe për ngërçin aktual. Ajo që do ta theksoj është sa i dëmshëm është ky ngërç për qytetarët e Kosovës. Kosova nuk mund të ecë përpara me prioritetet e saj më të rëndësishme strategjike për aq kohë saqë qeveriset nga një qeveri në detyrë ose përballet me kërcënimin e zgjedhjeve të reja. Prandaj mendoj se ka shumë përgjegjësi për situatën aktuale. Jeffrey Hovenier shërbeu si ambasadori i SBA-s në Kosovë nga viti 2022 deri në 2024. We're concerned about the manner which is implemented could be Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thënë se janë në pritje të një krijimi të kushteve për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën, duke theksuar se ato përfshin edhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicës serbe. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit rikujtoi se dialogu strategjik u pezullua në shtator të vitit 2025 për një periudhë të pacaktuar për shkak të shqetësimeve që lidhen me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës. Ne mbetemi të përkushtuar për avancimin e interesave të përbashkëta të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të popullit të Kosovës. Presim me padurim të zhvillojmë një dialog strategjik me Kosovën, kur të krijohen kushtet e duhura përfshirë përmbushjen nga Kosova të zotimeve të saj në raport me serbët e Kosovës, thuhet në përgjigje. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka dhënë afat se kur mund të nisë dialogu strategjik dhe nuk i specifikoi më shumë hapat që i pret nga autoritetet e Kosovës.
Autoritetet e Kosovës janë duke bërë përpjekje për krimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës, për çka sot ka folur edhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Albolena Haxhiu, e cila ka thënë se seanca konstitutive pritet të thirret në fillim të gushtit, ndërkohë deri në atë kohë po jap mundësi partive politike për negociata. Ti përgjigjej. A keni me pritje dhe kënë? E me të dalur nga një ngjarje ku mori pjesë, ushtruesja e detyrës së presidentes Albolena Haxhiu foli para mediave dhe për këtë moment pati edhe një cilësim. Që ka bërë konferencë për media? E pa planifikuar. Fillimisht ajo u përgjigj për datën e seancës konstituive, e cila s'po caktohet ani pse tashmë janë plotësuar gjitha kushtet. Dhe në fillim të gushtit do të ketë seancë konstituive, javën e ardhshme, ju premtoj që do ta dini ditën e saktë edhe orën e saktë. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për deputetët që në seancën konstituive të jenë të gjithë 120 deputetët. E në lidhje me takimet e përpjekjet e partive për të gjetur marrëveshje që qanë në zgjedhjen e presidentit, pati disa vlerësime e porosi. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar si me thënë takimet për të arritur një marrëveshje. Ftoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takime, sepse nuk mund të kemi marrëveshje pa pas takime. Haxhiu u pyet edhe për zgjedhjen e Zejnullah Gashit si kryeprokuror i shtetit dhe aludimet se ai ka afërsi me partinë vetëvendosje. Kryeprokurori Zejnullah Gashi nuk ka ardhur nga rruga që të bëhet kryeprokuror. Ai ka qenë kryeprokurori për krizë themelore. Prandaj këto deklarata të shpjesë e lëvizjes vetëvendosje përbes janë qesharake. Dhe nuk e di se nga kush kanë ardhur, por janë, si më thon, përpjekje dashakeqe për me dëmtu një proces që ju gjithë e keni parë. Albolena Haxhiu dekretoi pa humbur kohë Zejnullah Gashin si kryeprokuror shteti pas 5 viteve, prej kur kjo pozitë funksionante me ushtrues detyre. Ministrja në detyrë e mjedisit ka njoftuar se ka shkëputur kontratën 20 zyrtarëve të kësaj ministrie. Këta të fundit i përkasin komunitetit serb të njohur edhe si pjesë e mbrojtjes civile. Sipas Pacolit, shkëputja e kontratave vjen si pasojë e mungesës së vazhdueshme të tyre në vendin e punës, si dhe në përputhje me rekomandimet e zyrës kombëtare të auditimit. Nga evidencat zyrtare ka rezultuar se këta zyrtarë të punësuar që nga 5 janari vitit 2016 në Ministrinë e Mjedisit të Planifikimit Hapësinor nuk kanë përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, përfshirë mungesën e vazhdueshme në vendin e punës dhe mos respektimin e detyrave të punës, ka shkruar Pacoli. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjerë dhe flasim për 20 vjetorin e themelimit të Agjencisë së Parandalimit të Korrupsionit, e cila pra agjenci ka përmbyllur aktivitetet e javës së agjencisë. Ceremoninë e nisën me interpretim të vallëve kombëtare. Këto shënonin edhe nisjen e ceremonisë përmbyllëse të javës së agjencisë në kuadër të 20 vjetorit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Drejtori i kësaj të fundit tregoi për të arriturat e kësaj agjencie. Agjencia do të jetë një institucion që krijon besimin e shqiptarit në institucionet e Republikës së Kosovës. Jo një institucion që ndërshkon, por që parandalon. Një institucion që udhëheq me shembull, një institucion modern, me një filozofi që kemë punuar gjithë këtyre viteve. Në anën tjetër, ushtruesja e detyrës së presidentes Albolena Haxhiu tha se korrupsioni i minon edhe besimin në institucione. Në raporte dhe statistika, korrupsioni matet me shifra, por qytetarët e njohin ndryshe. Ata e njohin si tenderin që fitohet para se të hapet, si lejen që sigurohet me një telefonat, si konkursin ku fituesi dihet para se dorëzohet aplikimi i parë. Ndryshe, nga Arjan Gashi si kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës u tha se puna e APK-s përbën kontribut të rëndësishëm në forcimin e besimit.
Lufta kundër korrupsionit kërkon një qasje gjithëpërfshirëse, ku institucionet e drejtësisë, organet e pavarura, ekzekutivi, shoqëria civile dhe qytetarët veprojnë të koordinuar dhe me përgjegjësi të përbashkët. Në fond, në emër të agjencisë u ndan edhe mirënjohje për bashkëpunëtorët e dy dekadave. Për të diskutuar edhe më shumë për luftën kundër korrupsionit, për këtë agjenci e cila pra lufton korrupsionin dhe për gjithçka tjetër që ka të bëjë me këtë institucion, me mua në studio është Ylli Buleshka, i drejtor i agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Zoti Buleshka, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë të jem. Urime 20 vjetore. Faleminderit shumë. Si ka lutsat se ju keni pasur festë përpas kësaj javës? Sot ka qenë një ditë feste ku i kemi përmbyll javën e aktiviteteve, ku kemi pas një sesione të caktuara të aktiviteteve qoftë në nivel lokal, po ashtu në nivelin qendror. Kem dashur ta shënojmë 20 vjetorin jo vetëm me një ceremoni formale, po me një numër të aktiviteteve, të cilat tregojnë edhe punën tonë, po edhe promovojnë sukseset e agjencisë. A ka pas sukses? Java agjencisë ka filluar me ma shumë me qasjen e media, po ashtu edhe me disa aktivitetet të brendshme brenda agjencisë. Java e dytë ka qenë java agjencisë në komuna, ku kemi vizituar 11 komuna, duke përfshirë 10 komunat më të mëdha të Kosovës. Pastaj java tjetër ka qenë lansimi i platformës për të dhënat të hapura, ku gjithë dhënat e agjencisë tashmë janë të hapura të qasshme në formate që mund të përpunohen lehtë. Pastaj dita e katërt, përveç panelit diskutimit për rëndësinë e trajnimeve dhe edukimeve për zyrtar publik, është lansuar edhe moduli elektronik për trajnimin e zyrtar publik për sa i përket konfliktit të interesit dhe etikës në vendin e punës, dhe sot kemi pasur aktivitetin përfundimtar ku e kemi shënuar përfundimin 20 vjetorin e agjencisë, si dhe kemi përmbyll këtë numër të aktiviteteve në formë ceremoniale, kemi nda po ashtu mirënjohje për partnerët që kanë ndihmuar të jemi këta që jemi këto 20 vite, sepse puna e agjencisë ka filluar goxha herët. Ma herët. Edhe besoj që do të vazhdojë dhe do të ketë sukses. Motoja ka qenë 20 vjet transparencë dhe integritet, duke rritur besimin, duke parandaluar korrupsionin. Kjo fjali e fundit duke parandaluar korrupsionin, ndërkohë Kosova është vlerësuar me 43 pikë në indeksin e perceptimit e korrupsionit për vitin 2025, pra nga organizata Transparency International, duke shënuar pra një rënje pra për një pikë ma pak sa i përket luftës kundër korrupsionit. Se s'po luftohet korrupsioni? Po besoj që qasja, ashtu si përmendi edhe në fjalën e tij kryesuesi i Këshillit Prokurorial, do të ketë një qasje gjithëpërfshirëse, gjitha institucionet që kontribuojnë në këtë aspekt duhet të koordinohen dhe veprojmë së bashku. Përsa përket indeksit të korrupsionit, është një indikator mjaft i rëndësishëm, i cili mat percepsionin e publikut për atë se si po luftohet korrupsioni dhe si po parandalohet. Ekzistojnë mënyra dhe tjera të matjes, me rastet që trajtojnë qoftë prokuria, qoftë policia, e që ndërlidhen me veprën e korrupsionit. Kjo është tepër rëndësishëm sepse na jep neve si institucione orientimin që çka mendojnë qytetarët dhe duhet na obligojë neve që të punojmë më shumë njërë që edhe percepcioni, jo vetëm luftimi ose parandalimi efektiv ose faktik që ne besojmë që jemi duke kryer, por do të punojmë mjaft shumë që edhe publiku ta kuptoj punën tonë më mirë, e po ashtu të krijojmë mekanizma lehtë të qasshëm ku ata edhe raportojnë edhe rastet tyre trajtohen shumë shpejt. Po, mirë thatë që publiku duhet ta di pra cili është misioni i agjencisë, që nuk besojnë, ndoshta edhe pse i moni 20 vjet, nuk besoj që mund ta dinë. E kanë mundësinë tash përmes jush me tregu cili është funksioni që ka pra agjencia për parandalimin e korrupsionit. Se kështu si fjali po tingëllon shumë mirë, domethënë kena agjenci, kena institucione dhe drejtësisë për luftimin e korrupsionit, në anën tjetër na renditëm si Kosovë, BAG keq sa i përket luftës së korrupsionit. Tash, po besoj që ne si institucione, pra cili është mandati? Ne si agjenci e kemi një pjesë të mandatit. Mozaiku i institucioneve që parandalojnë dhe luftojnë korrupsionit, po besoj tashmë është gati i plot, sidomos kur themelohet nëse themelohet byroja për konfiskimin e pasurisë së pajisjes. Kush më atëherë përmbyllet plotësisht dhe nuk ka nevojë si emër të paktën të ketë institucione për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Në fund të shekullit kaluar është votuar një konvent i Kombëtit Bashkuar ku ka para po, është konventa kundër korrupsionit,
ku ka parapo institucione të specializuara për parandalimin e korrupsionit. Thotë ne do të marrim masa si vende, si shtete, për ta marrë veprime që ndërlidhen me mandatin e anësisë, transparenca, deklarimi i zyrtarëve publik të pasurisë. Se zakonisht kretë mendoj që misioni i agjencisë është që këtë deklarimi i pasurisë delë se më thonë sipërfaqe. Po për shembull tash që më thonë plasë ma konkrete, për shembull të parandalimi i korrupsionit. Për shembull, unë si qytetar, Arsim Lani, është e parë një veprim korruptiv që ato ndodh. Tash, a do të më thirr unë juve, a çysh është që puna që ne merremi me ato që mund të çojnë në korrupsion, po jo domosdoshmë janë korrupsion. Për shembull, nëse kemi të bëjmë me konflikt interesit, është ne i thojemi brenda agjencisë është paradhoma e korrupsionit. Nëse nuk menaxhohet konflikti interesit, nëse udhëheqësit publik gjatë vendimmarrjes i japin më shumë rëndësi interesit privat se atij publik, atëherë mund të çojnë në veprën penale të korrupsionit. Po nëse ai menaxhohet, ne tërhiqemi nga vendimmarrja ku kemi. Kush njofton juve si agjenci që është ndodh ose mund të ndodhë në vepër korruptive tek zyrtarët publik? Kemi fillimisht të kërkojmë që vetë zyrtarët të jenë të vetëdijshëm dhe të evitojnë këto gjendje. Nëse ndodh diçka e tillë, të gjitha ata që janë të përfshirë fillimisht kanë obligim ligjor që të njoftojnë, qoftë agjencinë, qoftë pastaj nëse kryet vepra penale, sepse nëse kryet vepra penale e korrupsionit, po jo mos keni punë aty. Kemi punë vetëm ta përcjellim në prokurie, siç e parashë ligji, nëse ne për secilën veprë penale jemi të informuar, ne obligohemi si zyrtar publik automatikisht ta përcjellim në prokurisë shtetit. Edhe nëse nuk e bëjmë atë, jo vetëm ne, po gjithë secili zyrtar publik e kryen veprën e korrupsionit për mos raportim të korrupsionit. Ata që nuk raportojnë, bëjnë vepra penale. Jo që ata që vjedhen, po ata që e shohin dhe skallzojnë. Ajo që shohin dhe nuk raportojnë është po ashtu, nuk dënohet sikur ata që janë përfshirë, por është vepër penale në vete, sepse e ka parapo nuk jemi në vendi vetëm në botë që ka korrupsion. Po vendet tjera funksionon më mirë formati e raportimit, po ashtu është vetëdijsimi i zyrtarëve i lartë që nëse shohin ndonjë sjellje jo adekuate, nuk ka nevojë çdo herë që ata ta kuptojnë që është me domos korrupsion, po duket diçka që nuk është në rregull, e raportojnë qoftë mbikëqyrësit e vet, sepse këtu vijnë ata funksione që agjencia është përgjegjëse për të mbikëqyrur. E përmenda më herë konflikti interesit. Është më hapura në Kosovë, sepse jemi shoqëri e vogël, secili nga ne ka të njoftë të përbashkët, pim kafe në vendet e njëjta, edhe kemi mundësi të njoftohemi për çështje të caktuara, pastaj duhet të tërhiqemi në ato raste nga vendimmarrja kudo që mund të dyshohet nga publiku në vendimmarrjen tonë dhe objektivitetin tonë. Tjetra është edhe nëse shihet ndonjë shkelje kudo tjetër, është ekziston mundësia e sinjalizimit të brendshëm. Për shembull në ndërtim, po themi, në letë të ndërtimit, nëse dikush e vren që dikuj është jepur një leje pa pasur gjithë dokumentacione, mund të raportojë atë brenda dhe pastaj kryen hetimet administrative, nëse ajo ka ndodhur, mund të korrektohet, revokohet. Për shembull leja, po zyrtarët paraqiten para komisionit disiplinor nëse vepër e disiplinore. Ajo është parandaluar vepër, nuk ka kaluar në vepër penale, në vepër korruptive. Në vepër. Çfarë është për shembull, se po më intereson kështu, sigurisht edhe shikuesve intereson për shembull raste të cilat ju keni parandaluar. A ka një rast që më na tregu konkretisht, nëse unë me emën me mbiemën, edhe pse unë kisha dashur, po kështu si raste që ju keni parandaluar që le të jetë edhe si shembull ose si thirrje për zyrtarët tjerë publik. Ne raste që kemi parandaluar ato nuk ka kufar interesi. Ne puna e agjencisë është pak a shumë si puna e portierëve në futboll. Të gjitha golat që i mbrojnë asnjëherë nuk bëhen mend dhe nuk kanë ndonjë rësi, vetëm golat që kalojnë janë tepër të rëndësishme. Këtu është ai telashja e agjencisë. Ne kemi mjaft raste në vendimmarrje të cilët ne jemi informuar e pastaj nga këshilla jonë nuk është marrë vendimi i cili ka qenë kundërshtim me ligjin. Mund ta përmend një shembull të hershëm. Për shembull, në vitin nëse nuk gabojmë 2022, ministri i punëve të brendshme ka pranuar një orë të shtrajt nga një lider i lindjes së mesme. Atë orë, po të mos të kishte raportuar dhe ta kishte pranuar në shtëpi, kishte kryer një vepër penale. Në atë kohë ministri na ka kontaktuar neve, ka thënë çfarë të bëjnë me këtë dhuratë. Ne kemi treguar që ajo dhuratë nëse ka vlerën mbi 50 euro, ajo duhet të dërgohet të jetë pronara së dhurate institucioni publik, ose në të kundërt duhet të kthehet prapa institucionit. Dhe zyrtari ajo ka përfunduar si pronë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe duhet të ekspozohet kushdo që është interesuar ta shehte. Sa nuk ka drejt për shembull mi përdor, ja ka dhënë si dhuratë, okay, deklaron si dhuratë e morën. Nëse don ta përdor, do të merr lejen në agjenci. Po.
për përdërim, sepse ajo dhurata pse duket e karakterit personal, sepse janë orë të personalizuara, ligji e ndalon pranimin e saj. Ligji e ndalon se cilën dhuratë mbi 50 euro për qëllimet të... Ju së mendova që ata mujnë mi marrë dhuratën, veç do të mi deklaru me tha ma kanë dhoni orë, 20.000, so ka qenë ajo orë? 30.000 euro. Ashtu ka qenë vlera e paragjykuar, sepse ne asnjëherë nuk e kemi verifiku sa është vlera reale, sepse nuk kemi specializuar me atë. Po në këtë rast, për shembull, një pasurim, sepse ministri në atë rast me njerësh pasuri për 30.000 euro në mënyrë kundërshme. Do të kjo është parandaluar atëherë, që shumë e lehtë ta përmend si shembull, sepse kemi po di që ka qenë kështu mediatike, ka plot këso rastësh, të cilat nuk janë publike. Ajo orë tash është në Ministrinë të Punëve të Brendshme, rrend çështë veta. Ashtu do të rri aty. Nëse ministri don ta përdor për një takim, mund ta përdor, po do të na njoftoj neve se përdor. Ka kërkuar herë këtë lije? Nuk e ka përdor. A është ora halatu mëse ka marrë dikush? Ne bëjmë auditime të regjistrit të dhuratave. Nuk e di a kemi bërë auditimin në Ministrinë të Punëve të Brendshme, po ato që kemi bërë. Ne si mandat kemi të shohim listën e dhuratave dhe të shohim se si po mirë mbajnë, mos ato po keq përdoren. Çfarë listash dhuratash ka për shembull? Po secila dhuratë që pranohet në ushtrimin e funksionit publik duhet të listohet fillimisht, pastaj nëse është mbi vlerën për 50 euro dhe nuk është e karakterit personal, ajo duhet të mbetet në institucion. Nëse është e karakterit personal, po themi një libër e cili është dhënë për një rast të caktuar me nënshkrim të autorit, por është për ta zëm ylbulisht e drejtori i agjencisë, unë mund personalisht ta pranoj nëse ka vlerën e tillë, por duhet të raportoj që e kam pranuar. Pse raportohet ndërlidhet tash pastaj me konfliktin e interesit, sepse ai autor nuk do të ketë drejt të kërkoj përkrahje nga unë si udhëheqës atij institucioni. Po vërtet. Po çfarë e përmendet ju orën Rolexin e Xhelal Sfeslës, po për shembull dhurata të tjera që kanë pranuar lider dhe që i kanë deklaruar te ju, çka janë? Dhuratat ka lloj-lloj. Kryesisht janë dhurata protokollare, ka llogo të ndryshme, të cilat mund të kenë vlerë shumë të larta. Po. Sepse sidomos në shtetet e lindjes është traditë që japin dhurata të larta, vetëm në nëse referohemi konferencës fundit të NATO-s, aty u dhurun edhe armë të cilat presidenti në Kosovë e as në asnjë vend të Shtetit të Evropës nuk mund të pranohen si dhurata personale, sepse e tekalon vlerën për 50 euro. Na nuk morëm se na skema dashur të pjesë. Ne kemi qenë po edhe vendet e tjera kufiri për 50 euro, nuk është kufi vetëm te ne, është një standard i Unionit Evropian. Do të edhe vendet, edhe në Kosovë, nëse televizioni juaj do t'ia bëjë një dhuratë përfaqësuesit të Unionit Evropian në Kosovë, e cila është e karakterit personal, po si vlerët e kalon 50 euro, duhet ta kthej. Do ne kemi shembuj të kaluar, se është më lehtë merremi me shembuj të tjerë se tonat, për shembull kur ka vizituar një përfaqësues i Unionit Evropian një fabrikë të këpucëve në Kosovë, pasi që ka pranuar dhuratën, stafi i tij është dashur të garantoj që vlera e atyre këpucëve nuk kalon 50 euro. Do të kjo është një nga mekanizmat sepse e parandalon pranimin e dhuratave që mund të ndikojnë vendimarrjen e zyrtarëve. Kjo është e ndërlidhur me atë. Nëse një familjar ka pranuar presidentja për shembull Vjosa Osmani, se ai ka vizituar listat e detajshme të dhuratave, po e di që kam mbajtur mirë, edhe nëse nuk gaboj ministri i agjencisë këtë vit e kemi audituar regjistrin e dhuratave të presidentës dhe të kryeministrit. Edhe keni gjetur mungesat ty. Unë nuk kam pranuar ende raportin final, po nga ajo që kam pranuar ka pasur shkelje, sepse tashmë nga ky vit, nga fillimi vërtet vitin e kaluar, kemi filluar të auditojmë sepse ligji ka pas shkelje? Nuk ka pas. Nuk ka, mendoj që ka pas shkelje. Nuk është raportuar. Po, mendoj që ka pas shkelje dhe në meja ka pas shkelje. Jo, kjo është një nga kryeministri pranon dhurata, kështu. Ai ka raportuar? Janë të raportuara. Ç'është e vërtetë, legislacioni është goxha strikt. Po. Edhe te kufini i sipër, e cili është problematik pastaj, sepse për një kryeministër e një president pranimi dhuratave të karakterit personal, për shembull libra, letët e kalon edhe shumën kufirin e sipër, që është 250 euro. Po themi se pranon ashtu. Jo, për shembull, çan ndodh në panarinë e librit, atë secili botues ka dëshirë të dhurojë një botim udhëheqësit të vendit. E pastaj kur i kthem prapa, ato mund ta kenë vlerën mbi 250 euro si total, e atëherë mbi 250 euro nuk i të drejtë ti pranosh fare. Po si përgjithësi për karakterin personal, kufiri është deri në 50 euro një dhuratë, dhe gjatë një viti kalendarik nuk mund të ketë dhurata më shumë. Po gjatë panajër për shembull, nëse shkon kryeministri dhe merr në shtëpi botuese,
Pro 50, ato llogaritën 150 euro pra ka lënë edhe 100 euro deri në fund vitit, edhe nuk ka në qoftë se pranon më shumë dhurata. Çfarë ka deklaruar Albin Kurti në agjenci? Kryesisht ka libra të karakterit, ka e përmenda me metin mendje, ka dhurata të karakterit protokollar dhe libra të cilët i ka pranu. Sepse ka dhe qytetarët japin dhurata nga njëherë të çuditshme, ka pasur e mbajmen edhe mjalt të prodhutit caktuar, e këso dhurata të cilat janë me vërtet karakterit. Ne kemi pak si traditë. Është traditë, është nemi kultura e Ballkanit, është në ngjashme më shumë me lindje se sa me perëndim për pra dhe mjaltën u dosh me deklaruar te ju. A e kaloj vlerën 50 euro? Jo, nuk i kalojnë. Ajo to mjalta kilogrami mjaltit e ne është më pak se... Vorë se do përshej se ma shtrejt, se më dojnë bagrejnë pas diqka. Aja mund tjetë, po se që tjetë nuk i kalojnë 50 euro. Pra edhe kur e din kryeministri që ajo nuk e kalojnë vlerën, ose kryeministri ose kush do tjetër? Gjithmonë do të deklarohet, sepse publiku ka të drejtë ta di se çka ka pranuar. Nëse i lejohet ta dërgojnë në shtëpi, është e drejt e tij apo e saj, apo e presidentit, por duhet ta di publiku që po e ka pranuar nga prodhuesi i mjaltit në stok, po themi, sepse nëse nesër ky prodhues kërkon për përkrahje financiare nga zyra e kryeministit, po themi, atëherë duhet të jetë i pamundsuar përkrahje nga ai zyrë. Sepse ka konflikt interesi dhe mund të perceptohet nga publiku që është ndikuar. E mora shembuj shumë të lehtë. Ka shembuj pak më kompleks. Edhe shembull i mirë mjalt. E mbëson gjithë diskutimin. Po në anën tjetër. Po një kufi për shkak që është një shifër që as nuk i drejt as me pranuesi dhuratë. Jemi deklaruar se diçka për shembull. Mbi 50 euro po them mbet nëse e pranon i mbet pronë individit. Në qoftë se është nën 50 euro është karakteri personal, mund ta pranojë dhe ta dërgojë në shtëpi. Kurdo që kanë, sepse secili institucion e ka brenda një zyrtar trajnuar, i cili është trajnuar nga agjencia dhe këshillon se çfarë karakteri është. Nëse ka me dyshjen atë gjithmonë na kërkon informata dhe ne interpretojmë se çfarë karakteri është si mund të trajtohet. Kjo është një lloj të Andor, për shembull, nëse ne identifikojmë shkelet që nuk ka ndodhur deri tani, ne kemi mekanizmat qoftë ka masa disiplinore. Po ku e din ti për shembull ka shku presidenti po supozoj, ne ta kem në një vizitë në lindjen e mesme, ja ka dhënë dikush si dhuratë një unaz. Po përsa kohë nuk raportohet nga dikush. Po. Atëherë është vështirë të dihet. Por kryesisht ne ato që kemi pa ne mund edhe të na kanë ndihmuar mjaft shumë këtë proces, besa edhe mediat edhe shoqëria civile, sepse i shikojnë për shembull rrjetet sociale të institucioneve të huaja dhe shën të faktura. Nëse është diçka, atëherë mund të thonë që s'na ka dhënë kurrë atje të thonë i mbreti Jordanis i dha një unë mund ta them një përvojë personale. Para 2 javësh isha në Koretë Jugut. Aty më dhuru një dhuratë interesante e cila është një farë lloj vepre artistike që me gjas ka vlerë konsiderueshme, sepse u dhuru të gjithëve e ngjashme. Po ajo shumë e mirë për ta mbajtur në shtëpi, po të mos isha drejtor. Kur pas që kam shkuar si drejtor i agjencisë dhe kam qenë pjesëmarrës, ato tashmë është pjesë e regjistrit dhe e vitrinës së dhuratave të agjencisë. Për shkak kush jep cakton vlerën? Për shkak ajo mund të ketë vlerë të madhe në Kore, por për shkak në Kosovë na nuk është vlera është aty ku prodhohet. Nëse ajo ka pas një vlerë, themi $300 e tjera, ne vendosim një çmim të parafort të tillë. Ka ndodhur nganjëherë kur ne jemi këshilluar, kemi pranuar një dhuratë për zyrën e X-ministrit, një pikturë nuk ja dim vlerën. Ne kemi thonë, okay, nëse ai pikturë shet piktura, shikoni se sa janë çmimet e parafta të pikturave. Po që me të vjet një çmim, se tek i fundit nuk është shumë e rëndësishme vlera, sepse ai pastaj mund të rritet, po. Filloi të regjistrohet me një atë vlerë, të bëhet regjistër i institucionit, pastaj si pjesë e institucionit nuk ka shumë rëndësi se sa i rritet vlera. Pra secili institucion ka, si më thonë ato drejtën ku i këndin e vet, ne themi këndi i dhuratave, se janë të obliguar të ekspozohen. Unë ish kryeministri për kryeministri aktual i Shqipërisë, për shembull Edi Rama kish atje një hapësirë shumë të madhe ku po i ruaj këto dhuratat. Kuvendi i Kosovës e ka shembull më të mirë, ata kanë një dhomë të plot me dhurata. Edhe zyra e kryeministrit ka në katin e parë kur shkohet në sallën 38, nëse keni pasur, me siguri është në takimet edhe me media, sepse ne kemi shumë takime kur mbahen me Unionin Evropian dhe me Qeverinë së Bashkuar si institucion për sundimin e ligjit me institucione tjera që janë zbatuese. Aty janë në korridor janë të ekspozuar numri i madh i tyre. Ka të tjera që nuk mund të ekspozohen ose për shkak të afat për shembull këtu kanë me gjithë. Jo, këtu duhet të vetin gjithmonë pronë. Se i mbet të çaj Rolexi. Rolexi është kurdo që bëhet ministër,
potencialisht mund ta përdor ndonjë mbrëmje duke kërku leje që ta përdor atë, edhe pse në Evropë bartja e urëve të shtrejta nga politikanë nuk është shumë e lavdrueshme. Po as në Evropë nuk është e lavdrueshme. Kem pasur vende të rajonit ku gjyqtar e prokuror kanë bartë ura të shtrejta e pastaj kanë prishur edhe imazhin ndërkombëtar të institucioneve, sepse dihet paga e parafort e një zyrtari publik nëse një orë ka aso vlere dhe është ekstravagante për te nevojave edhe dëmton imazhin. Dhe të edhit mundësin të cilat realisht nuk i ka për ta. A ka pas vlerë në atë ku sa rreth një apartament i vogël, kur është pranu ora. Po në anën tjetër ka mekanizma tjere, përmenda sinjalizimin, janë do planet integritetit, ku se cilin E na për shumë, na dhojnë adhurata, edhe duhet edhe ato me kalu për mes? Për shumë në që se institucioni dhurën, ne sigurojmë fillimisht ne, sepse dhe ne prodhojmë dhurata protokollare për institucionet tjera. Ne zakonisht sigurojmë që ato mos ta kanë vlerë mbi 50 euro. Për shembull, Agjësia ka prodhu një logo me gur të trepçës, si ka kushtu afërsisht 29 euro, në mënyrë që mos të kalote shumë, sepse nëse i dhurohet një institucioni të Unionit Evropian, mos kenë të lashe me këtë shumë. Do të secili institucion kur dhurën duhet të sigurohet që ato kanë një vlerë e cila është e pranueshme. Në anën tjetër, ne nuk kemi nevojë ta regjistrojmë daljen e dhuratës, sepse është një produkt i joni një vlerë. Ne kemi mënyrën tjetër të kur secila pasuri, për shembull agjencisë apo institucion regjistrohet si pasuri që del apo vjen, po nuk ka nevojë si dhuratë të regjistrohet. Ai që pranon duhet sepse ai vendimarrja mund të ndikohet në atë proces. Do të kjo ndërlidhet me konfliktin e interesit pastaj. Në anën tjetër, publiku më së miri e din punën e deklarimit të pasurisë, aty s'po duhet të fshim. Kemi mekanizme sinjalizimit, të rëndësishëm si mekanizëm, kanali brendshëm i raportimit. Në botën perfekte funksionon mirë perfekte, bota perfekte shumë e vogël. Edhe në nivelin evropian janë ndoshta 3-4 shtete që kanë një mekanizëm tepër funksional. Irlanda përmendet që nga vendet më të mira, është Holanda për vendeve tjera, po ashtu edhe Lituania është një nga top vendet. As Gjermania nuk e ka mekanizmin më të mirë për shembull. Te ne është duke fuqizuar si mekanizëm, është kriju, janë trajnuar zyrtarët, ka me qindra raste që raportojnë si shkelje të brendshme. Shumica atyre mbyllen sepse në të vërtetë mund të jenë jo shkelje të cilat do të trajtohen, taj rast shkelja do të ketë të bëjë me interes publik, edhe do të jetë në kontekst të marrëdhënies së punës. Në qoftë se ne të dy punojmë dhe unë u shkeljuve një të drejtë e cila është e juaja, atë nuk ka interes publiku. Ju keni të drejtën ankesës përmes procedurave të brendshme administrative, po jo nuk është shkelje e karakterit të interesit publik, për shembull. Po ashtu është e përmenda plan të integritetit, ku si institucion du të krijoj një plan integriteti, identifikon ku janë rreziqet dhe parashë masat, dhe këto janë masa për ndalimit. Agjencia kryen edhe vlerësime sektoriale kundër korrupsion. Në vitin 2024 kemi bërë vlerësimin e gjitha institucioneve, na kanë dalë disa institucione që janë më të rrezikume, e ndaj tyre jemi duke i këshilluar për t'i përmirësuar procedurat e veta. Ka plot akte ligjore në ligjore të këtyre institucioneve që ne kemi shqyrtu, i kemi pa zbrastëra që mund të përdoren për korrupsion, i kemi këshilluar që ato të plotësohen. Deri tash, fatmirësisht, nuk ka një institucion që ka refuzuar të zbatoj. Nuk janë zbatuar plotësisht ende, disa janë në proces, po siç për shembull, mund ta përmendem si shembull ndoshta pozitiv, Komisioni i Mediave është duke shqyrtu në detaje komente që kemi jap të procesi licencimit dhe relicencimit të operatorëve transmetues, sepse ka pasur mundësi për interpretime subjektive. Ato duhet kriteret janë të qarta, edhe mediumi e di se cilat janë kriteret. Nuk kemi kritere që mund të zbulojnë në momentin fundit dhe pengojnë licencimin apo rilicencimin e institucionit. Këto janë disa nga mekanizmat e parandalimit të korrupsionit, që në qoftë se funksionojnë në mënyrë të mirë, atëherë do të ketë më pak korrupsion zyrtar. Ka korrupsion tjetër që do të vazhdojë. Unë jam i nolë, dyqysh që s'po luftojmë këtë korrupsion, po ai kjo është vendet evropiane kanë vënë goxhan kontroll, sepse nuk ka vend që s'ka korrupsion fare. Vendet që janë më së miri në Transparency International, ka korrupsion, po ai është institucione funksionojnë dhe raportohet, hetohet, dënohet. Po kur të arrim atë nivel ku ne secili shkelje është shumë e shtrejtë shkelja, këtë qëllimi i parandalimit të rrëfimit është ta bëj shumë më të vështirë
korupcionin që të ketë një kusht shumë të madhe. Në qoftë se dikush bën diçka, ai rreziku për raportim dhe për dënim të jetë shumë i madh, në mënyrë që ata të mendojnë 10 herë atë bëjnë shkela jo. Do flasim për deklarimin e pasurisë, që edhe kjo është diçka shumë interesante dhe veç po duhet të vëjë diçka për punën e korrupsionit të këtyre dhuratave. Për shembull, na kena shohim ministra, shohim edhe president, nuk e di a kena pa kryeministra për shembull, që thotë për veshjen time u kujdes filan dizajneri, ose për dukjen time u kujdes filan frizeri që çmimet e aty në ditë. Për shembull, Vjosa Osmani është veshur nga Valdrin Sahiti. Nuk e di regjia mund të më konfirmoj që a u vesh për Valdrin Sahitit. Edhe tash po më intereson për shembull, a e keni këshyrë që të pjesën? Ne jemi duke i shqyrtu praktikat më të mira të Unionit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Në Union Evropian, je vetëm që deklarohen këto dhe raportohen. Po raportohen edhe nëse merr një ftesë për një ndeshje futbolli, e cila e merr biletën më shumë se ajo Kosova me nuk e di kënd, edhe pastaj jepet kartela VIP dhe ai përdor për qëllime përveç nëse nuk është e kërkuar që të jetë prezent. Për shembull, nëse është ministri i sportit, ndoshta është pjesë e protokollit që jetë aty, por nëse një deputet fare nuk e ka nevojshme nga aspekti i protokollit jetë prezent, po jepet mundësi, edhe ato duhet të raportohen. Ne jemi të i pa këto mekanizma si ta bëhet, ne kemi pas raportime për shembull ku edhe ministrat caktuar apo deputet gjatë fushatave zgjedhore kanë udhëtuar jashtë vendit dhe për transportin e tyre nuk ditë se kush e ka pagu dhe kush e ka mbulu. Gjitha këto ne jemi në hapa përti duke zhvillu metodologji se si të identifikojmë, sepse kërkesa ligjore është që ato të raportohen. Në qoftë çfarë do dhurate, nuk do të dhuratë vetëm në formë dhuratë, se cili formë e shërbimit, që mund të jep një shërbim. Në qoftë se e përmendet ju, në qoftë se ka një frizer që është shumë i shtrajt dhe unë shkoj aty vetëm shërbimin e pranaj poshtë që punën e ish-presidentes Vjosa Osmani. Ne jemi duke zhvilluar metodologjinë. Metodologjia jonë do të jetë në përputhje. Jo, a keni shërtuar sa? Jo, se kemi shërtuar. Nuk kemi shërtuar. Sepse ai dihet Valdrini është i shtrajt, thonë që është edhe i mirë, po ashtu edhe apo kupton tash si pjesë ka ble ose si pjesë tashmë nuk kemi është unë e paragjykimit më shumë nga që them tash sepse nuk kemi të sigurt në qoftë se shërbimet e dizajnerit janë paguar me parë publike, që është një temë tjetër, apo janë paguar me parë private, apo janë ardhur pa para. Jo, po flas nëse janë paguar, sepse sa e di unë diçka është paguar nga ajo. Nëse janë paguar, atëherë është tjetër temë. Po duke mos e di detajet është goxha paragjykuese ajo që mund ta them unë. Por nëse është pranuar një shërbim, po them prap, që ka kostën, çfarë do koste? Po deri në 50 herë është dashur të deklarohet. Nëse mbi 50 nuk është dashur fare të pranohet ose të paguhet vetë. Po. E këtu se po na del shumë interesante intervista. Edhe se mendova që ka. Për shembull, këtu me çfarë përmend ndeshjet futbollistike, për shembull, po flasim për stadiumin Fadil Vogre, ku ai pjesa VIP mushet plot me njerëz, supozohet që ata nuk paguajnë për ato bileta. A ka këtu edhe elemente të veprës korruptive? Tash, një pjesë e për shembull biznesmenët caktuar paguajnë. E kanë kostën secila ulse në stadion e ka pjesën e kostës së vet. Por pranimi i asaj bilete pa kostë mund të kualifikohet si dhuratë. E nëse ajo nuk është në përputhje me licitacionin fuqi, mund të konsiderohet si shkelje dhe për to duhet të marren masa. Sepse, po them, nëse ju e pranoni një bilet dhe unë paguaj 200 euro për njëtin vend, atëherë është një farë trajtimi ndryshëm. Pastaj do të shohim nëse unë ose ju si ministër, pastaj e favorizoni Federatën e Futbollit, po themi, me një fond të caktuar, i cili mund të perceptohet si ndikim përmes atij trajtimi apo ftesa në vende të ndryshme ku luan futboll Kosova apo ndonjë ekip tjetër. Puna e agjencisë është goxha interesante, nuk është gjithmonë shumë e bajatshme. Por ajo që mund themi është që nuk kemi arritur ende ta zbatojmë në plotësi mandatin tonë, pjesërisht është një për shkak të ndoshta edhe mungesës kapacitetetve. Kem pas një periudhë gati 15 vjeçare ndoshta që nuk e punu fare të aspekti dhuratave. Ka qenë një
një listim formal, nuk është bërë kurfar auditimi i këtyre listë dhuratave, nuk janë ekspozu fare, nuk ka postë si nditë kush që ka marrë. Tashme nga periuda kur kam pranu detyren, kam pas dëshirë që se cila pjesë mandatit të agjencisë të zbuluhet dhe të zbatuhet në plotni, ne mund të themi jemi goxha mirë me zbatim. Edhe mund të ajap si shembull, në 2-3 mandatet e fundit, deputetët kur kanë pranu mandatin, së bashku me mandatin kanë pranu një shkresë nga agjensia, ku e njoftu me ato që nuk guxojnë të bëjnë si pjesë e licitacionit për pandalimin e korrupsionit, sepse më herët nuk janë informuar ndoshta që për këto ndalesa, për shembull pranimi një dhurate, duhet të raportohet dhe ka kufizime në dhurata. Tashmë ne jemi duke i njoftu, kështu që na mundësot edhe aspekti i, si ta themi, hulumtimit dhe dërgimit në prokuri apo shqiptimit të gjobave në qoftë se masat tona nuk zbalojnë, sepse vetë emri i agjencisë është agjenci për parandalimin e korrupsionit. Ne fillimisht do të tentojmë ta informojmë zyrtarin, ta përmirësojmë sjelljen e vet, pastaj në qoftë se vazhdon sjellja e cila është në kundërshtim me ligjin, e pastaj do ta përcjellim të institucionet që janë përgjegjëse për zbatim. Flasim për deklarimin e pasurisë. Fillimisht po më intereson, është i sinqert ky deklarimi i pasurisë, pra a gënjejnë zyrtarët publik kur deklarojnë pasurinë? Ne gjatë çdo procesi verifikimit identifikojmë lëshime. Një pjesë e madhe që ne besojmë që janë lëshime jo të paqëllim, nëse mendojmë që nëse dikush nuk ka dështuar ta raportojë një apartament, ne kemi vështirë ta besojmë që është bërë pa qëllim. Sepse apartamenti ka një vlerë të madhe. Në qoftë se është diçka e vogël apo ndonjë, për shembull, vlera nuk është e saktë. Është një apartament që për shembull në ndatim pronë ka vlerën 70.000 euro, ndërsa zyrtari ka raportuar 60.000 euro, ai mund të jetë ndonjë lëshim teknik, sepse tek e fundit objekti si objekt është i raportuar. Do të kemi natyra të ndryshme, po ato që mund të them çdo herë identifikojmë lëshime. Për cilën lëshim i cili me Çu vërtetoni jo? Për shembull, sa zyrtar publik janë detyruar rreth 11.000. 11.000. Ne bëjmë besime zakonisht gati shumica e tyre, nëse jo të gjithë, në herë në 3 vite i bie ta kryej verifikimin pasurisë. Është proces që çdo vit rreth 1/3 e këtyre i nështrohet verifikimit pasurisë. Për shumicën e pasurisë bëhet duke e krahasuar me regjistrat publik, për shembull me regjistrin e pronave të palojshme, nëse flasim për vetura, me regjistrin e veturave, nëse është biznes i kemi ARBK si institucion korrupsion biznesi dhe ATK si institucion ku do të raportohen për të hyrat e të tjera, kemi krahasojmë me regjistrin e tatimit të pronë, sepse një pjesë e pronave të palojshme ekzistojnë, por nuk janë të regjistruar në regjistrin e katastrit dhe si tilla i duhet të verifikojmë. Ka raste kur për shembull nuk është në asnjë këto vende, po ne kemi pranuar informat dhe kërkojmë nga KEDS që të na informojnë nëse ajo shtëpi e ka një orë, dhe atëherë me dëshmi që ka një orë ne dërgojmë prokuri si pasuritë pa raportuar. Për shembull kemi pas këtë vit raste ndoshta të parin fillim viti, ekipi i agjencisë ka shkuar në Shqipëri në jug dhe ka verifikuar ekzistencën e 2 apartamenteve të pa raportuara. Që si kanë deklaruar. Që si kanë deklaruar dhe ne kemi ditë ju që ne kemi pranuar një raport ku është thënë që është raportuar një, po janë 2 apartamente. Zyrtarët e agjencisë fillimisht kemi tentuar të kontaktojmë përmes agjencisë si motor. Nuk ka shkuar shumë mirë, kemi kontaktuar direkt agjencinë, versionin e tyre të agjencisë kadastrale, na kanë prit, na kanë informuar, ne kemi shkuar te adresa, kemi po edhe emrat në derë, kështu që kemi shkruaj ato emri. Unë s'kam qenë aty, po ka qenë i njëjti mbiemër me pronarin. Pastaj kemi ky pronari ishte deputet ministër, jo, është niveli jo shumë i lartë, ose që tjetë ka pas qasjen e vendimare të rëndësishme. Pra, mund më ikë nëse eventualisht mendoj, nuk mund nga ky vit po besojmë që me këtë praktikë, s'është hera parë që kemi dalë jashtë vendit për verifikim. Po kemi bërë dhe bashkëpunim me autoritetet shqiptare, se kemi njoftuar, jemi takuar zyrtarisht me ta, kemi pranuar dokumente zyrtare nga ta. Dhe tashmë po tentojmë të dalim në jashtë kufive, jo për secilin pasuri, sepse s'kemi kapacitete, po për kanë shumë që kanë prona jashtë Kosovë. Kanë sektor të caktuar, kanë shumë prona në realitetin shqiptar, kanë edhe në Malzi mjaft shumë. Zotnit. Ata që kanë pas mundësi me gjatë të krijojnë. Që kanë punu shumë për me ble ato prona. Ne kemi dashur fillimisht ta japim një shembull që ne mund dalim edhe në vendet caktuara. Edhe të verifikojmë në mënyrë që t'japet një shembull. E pastaj
besoj që në qoftë se identifikojmë shkelje, ata janë edhe mos parandalimi, sepse zyrtar publik pastaj e din që ne po nuk mund të fshehet as lehtë, sepse ka mënyra për të identifikuar. Ka zyrtar tonë që kanë pasur vullnet të shkojnë, sepse nganjëherë mund të kesh probleme. Kemi shumë zyrtar? Jo, nuk kemi shumë zyrtar, kemi minimalisht atë sa nevojitet. Janë 58 zyrtar, sidomos për verifikim pasurisë nuk kemi mjaftueshëm, sepse është një punë intensive e madhe që kryhet dhe numër i madh i subjekteve deklaruese. A refuzojnë me i deklarua? A kanë problem? Jo, tashme kemi, po pëse mund të kemi shembullin, mund të jemi shembull më i mirë në Evropë, ku janë më pak se 0.5% që nuk e deklarojnë pasurinë e kohë. Kush janë ata, profili tyre? Profili tyre nuk është nivel shumë i lartë tashme, që është e mira e gjithë këtij procesit. Janë kryesisht të nivelit të policisë, shërbimit doganor, zyrtarëve të ndryshëm kollë. A ndodhet se ndoshta nuk e din që ka ligji apo? Nuk besoj që nuk e din, po nuk e vlerësojnë sa duhet obligimin që kanë. Këtë vit, po edhe vitin para prak, kemë përdorur mekanizmin e njoftimit me email të shpesht, po ashtu edhe mekanizmin e informimit përmes SMS-s. Nëse secili prej tyre ka pranuar SMS për obligimin ligjor, atë nuk mund të themi që nuk e kanë ditë që kanë obligim ligjor për ta deklaruar pasurinë, po tashmë e dinë sepse kanë pranuar ligjor. Që është obliguar, i ka shkuar mesazhet që duhet ta deklarojë pasurinë për shemb deri në 31 mars. Po, nëse nuk e deklaron? Nëse deklaron, i kemi dërguar shërbim penale. Po. I kemi dërguar edhe linkun se ku do të deklarohet. Pastaj dikun është edhe vjemore se s'ka që me deklaru. Po mu nuk vjen marrë kur ta deklaroj atë që kam. Sepse është e fituar po besimi. Se mi krasu me që ata që kanë pruna në Bregdet. Po tashmë secili prej neve jeton në kontekstin tonë, edhe nuk është dashti të jetë ajo, por nuk është këta që s'kan deklaruar që s'kan fare pruna, kryesisht kanë pruna. Po ndoshta kanë pas vështirësi të mi mbledh gjitha prunat të raportojnë ato. Kush më i pasun në Kosovë? Tu i referu dhanave që... Nuk, nga koha kur kam marrë detyrën, kam refuzuar ta bëjmë këtë analizë. Sepse në referuan asgjë. Bajshëm me gjithë pacullën Adel, gjithë më i pasin, po tashaj nuk është... Tashmë nuk është. As nuk kemi as pronarin e Elkos politikan aktiv, kështu që 2 zyrtar që kanë qenë në pasurit nuk janë tashmë. Të tjerët nuk kemi bën ndonjë analizë. Rrogën kush e ka më shumë te rrogën? Rrogën te zyrtarët publik, presidenti duhet të ketë ose presidenti të ketë rrogën pakon më të madhe, por ka zyrtar të agjensive ndryshme që kanë më të madhe. Ka qenë agjensia Trusti që ka pasur shumë mirë, është agjensia e privatizimit që ka pagat shumë më të mira publike. Po tek e fundit nganjëherë zyrtar publik ka një pagë të caktuar, por kanë atyra nga bizneset e tyre sepse i kanë të gjitha duhet me deklarojnë. Nëse nuk deklarojnë plotësisht ne pastaj i parashisim para prokurisë. E vlerat kur ja vendosin, për shembull në Kumpa, nëse nuk gaboj, është kryetari i komunës së Prishtinës përparim Romaj që ju ka vendosur vlerat larta pikturave. Tash, për ne është e rëndësishme që ajo pikturë të raportohet. Vlera nuk kemi ekspertizë ta verifikojmë a është vlera saktë apo jo, sepse ai mund të ta blejë me një shumë të vogël dhe pastaj të ketë një të rritet vlera, por edhe mund të blehet me vlerë shumë të lartë të shitet me çmim shumë të vogël. Për ne kurdo herë që piktura është e raportuar nëse ne kemi informacion që ekziston, sepse ne nuk shkojmë në shtëpitë e zyrtarëve për t'i pa se sa janë pikturat. Ne ngaherë them me pak tallën, them ne kemi alet hajnë të shtëpive. Sepse kur hyn ndonjë hajdut në shtëpitë ndonjë politikani, pastaj raportimi në polici na tregon gjitha pasuritë që i kanë brenda, që ne nuk e mund t'i verifikojmë. Kështu që problemi që kanë pastaj kanë kurdo që ato ka çështje të ku do ligjore në shtëpitë e tyre dhe pastaj ata janë të detyruar të raportojnë këto pasuri. E pastaj ne nëse evidentojmë që ka pasur statistikat e jo qysh apo mos rastësisht ka diçka të pa deklaruar që ka deklaruar në polici, pastaj ne përcjellim si rast si informat në polici në prokuri që do të shihet. Është deputet televizjes dhe vendosje që ja patën vjet 50.000 euro në shtëpi. A ka korresponduar me dhënat që i ka pasur? Ne kemi bërë një verifikim. Dhe ato verifikimi nuk na ka rezultuar që kanë qenë të deklaruara. Pastaj kemi kërkuar nga subjekti deklarues të bie dokumente të dëshmoj se ku kanë pasur zburimin. Për shkak që është zyrtar publik edhe gjithë e njohim, por ndoshta nuk është mirë, por si që tjetër mund të ta konfirmoj që zyrtari ka pru dëshmi të mjaftueshme në agjenci që ka dëshmuar që ato të holla janë bërë në pronësitë e tij pas deklarimit të pasurisë dhe ka pas dokumente të një vendi tjetër për transferin e ndodhur. Thotë janë mbuluar plotësisht me dokumentacion, thonë nuk
Te ne nuk kemi gjithë shkelje, kanë burimin e caktuar. Inshallah ka gjetë porët. Po nuk besoj që janë gjetë porët, po të paktën ne jemi siguru që nuk kanë qenë të paraportuara në që të dërgojmë prokuri. A ka dhe asit që nuk e tërgojnë të vërtetën kuptim, për shembull e kemë deklarimin e fundit pasurisë, Albin Kurti ka deklaruar 16 euro. A e verifikon edhe në këtë aspekt? Si agjensi, për cilën diferencë deri në 3.000 euro, nuk konsiderojmë shkelje. Kështu që në qoftë se kryeministri ka posur 16 euro apo 1.600 euro, që mund të jetë një shumë e caktuar, sepse është e prafërt me pagën mujore, nuk në aspektin tonë, në punën tonë nuk konsiderohet si shkelje. Secila shumë mbi 3.000 euro, atëherë është një shkelje cila mund të trajtohet. Te ky rast, ne nuk kemi pasur asnjë dyshim që ka pos tash te saksia e numrave, po të nderin 3.000 euro agjensia, sepse ligji e lejon diferencën. Ne që kem kërku të gjithë është që ta raportojnë sa më sakt, sepse pastaj te raportimi tjetër mund të mblidhen këto ndryshime dhe mund të kaluhet shumë të caktuara, apo në qoftë se ndodh një investim, kem pasur edhe raste të kaluara ku për shembull 16.000 euro gabimisht janë shënuar 16 euro, po pastaj kur është investuar, ka thonë ne kemi deklaruar, po ky 16.000 që ka qenë gabim. Për shkak të sistemit të botshëm, ku dhonat janë registruar me sistemin evropian, ndërsa platforma ka vepruar në sistemin amerikan me presje dhëtore, një konflikt koti i këtyre platformave, por tashmë ne i publikojmë regjistrat, kurdo që publikojmë regjistrat, ne ja dërgojmë prapë zyrtar publik nga një SMS, i thojmë keni afatin 30 ditor për t'i plotësuar. Në qoftë se ata nuk ndërhyjnë, ne konsiderojmë si finale dhe deri te verifimi. Për shembull, prej deklarimit pasurisë, në ndërkohë tani këta mund të pasurohen, a do të më deklaru, apo do të me prit 3 vitin, në qoftë se janë zyrtar të rregullt, ata deklarojnë me vitin e ardhshëm, sepse verifikimet nuk mund bëhen në qoftë se deklarojnë çdo herë. Një pyetje që besoj që shumë shikues janë kurishtar me ditë, edhe kanë qef. Kur gazetarët keni me i detyruar me deklaru pasurinë? Po besoj që gazetarët nuk mund të detyrohen, përsa kohë nuk detyrohen bizneset e mëdha të deklarojnë pasurinë, ose edhe më herët kam pas një interpretim që fillimisht do ta deklarojnë, ndoshta pronarët, po udhëheqësit e organizatave qeveritare, të cilët përfitojnë prej fondeve publike. Fillimisht duhet ta deklarojnë pasurinë para publikut, ata që kanë çësje në fonde publike, që është në fonde publike të Kosovës apo të jashtme. Te kompanitë private, te bizneset, te mediat është një temë e cila është tjetër fushë, përcisht ju veproni sipas ligjit të tregut. Se shikues ata kanë qef me ditë për gazetarët. Shikuesit na ndihmojnë shumë me këtë kërshërinë, sepse bëjnë verifikim më të mirë se ne të pasurisë dhe na njoftojnë mjaft shpesh kudo që ka ndonjë mospërputhje. Ne kemi sfida kulturore kryesisht. Për shembull, ka mjaft zyrtar që përdorin vetura të tjetërkujt me autorizim. I përdorin mirë të rregullt, raportojnë te ne që janë veturat, pastaj kur bëjmë verifikimin e shohim se janë pronë dikujt tjetër, që është dhënë një kushëri të afërt që është jep me autorizim për përdorim. Kjo është diçka që në vende tjera nuk ndodh. Ne kemi sfida për te atyre që i kanë vende tjera. Po them, te ky rast, te sektori privat më vjen që shumë herët të kalojmë në modelin norvezes ku gjithë si përmend organizatat për shembull që financohen edhe nga fondet publike po edhe të jashtme, për shembull edhe media në Kosovë këtu marrin parë nga buxheti i... Po, është për shërbimet që i blini ju. Nuk pranoni, nuk ka përveç transmetuesit publik, cili financohet plotësisht nga fondet publike, asnjë medium në Kosovë nuk financohet direkt nga fondet publike. Si reklamë. Ajo shërbimet janë, edhe në qoftë atëherë, edhe në qoftë se agjencia e blen një veturë në një institucion caktuar, do ta deklarojë edhe institucion. Sigurisht bie shërbime, është total tjetër, sepse nuk është as grant, as nuk është financim direkt. Ku shumë mjekët dhe profesorë që i futet në... Nuk i futen me, i futen deputetët. Po, nëjse. Jo, është tepër rëndësishme që po besoj që tashmë të gjithë mjekët dhe profesorët e kanë kuptuar që nuk është fundi i botës deklarimi pasurisë, është një format i transparencës. Edhe kanë kuptuar në sapore, ne kishim mjekët. Po mjekët me gjas, kurdo që ka propozu që mjekët dhe profesorët të hyjnë në listën e subjektive deklaruese, ka pas parasysh këtë percepcion që mjekët
dhe profesorët janë më të pasur se sa hyrat e tyre zyrtare. Ja kem pas edhe raste që janë ka dhe profesor edhe mjek për shembull. Apo që ka ndalë për te... Që është vështirë të arsyetosh, po tashmë për ato që ka ndodhur para ditës së parë deklarimit ne nuk kemi përgjegjës. Po ka mjek, ka profesor cilët kanë edhe aksione në hidrocentralet të ndryshme apo në pronat të hidrocentraleve. Kështu që ka profesor. Profesor që kanë aksione ku? Aksione në hidrocentralet të caktuara, kështu që nuk është që s'kanë pasuri. Kështu që si tillë, me siguri, kushdo që e ka mendu, e ka pas parasysh që duhet të vendosin për qëllime të caktuara. Edhe pse unë besoj që profesorët e kanë më vështirë të korruptohen sepse nuk kushtojnë pushtet publik, nuk kushtojnë licenca. Maksimum që mund të bëjnë, mund të nxjerrin studenta apo të diplomum cilët nuk janë të përgatitur për jetë pastaj. Kjo dëmi më i madh është. Kjo është dëmi shumë i madh në nxjerr student që nuk sepse po themi nëse dikush që nuk është për të qenë mjek e bëhet mjek pastaj ka impaktin direkt ose dikush që inxhinier nuk është inxhinier dhe pastaj një urë caktuar mund të kolapsoj. Ose gazetar, jo gazetar, pastaj filtron i brenda nuk ka këtu që sepse filtri i shërbimit të gazetarëve është mund të hyjë 5 ditë, 6 pastaj po sistemi i eliminovet. Kështu që po më thënë sistemi të ndërmarrjet private është vetregu i filtron ata që nuk kualifikohen. Por ka zyrtar publik për shkak serb, a kanë rezistu për me deklaru? Kur ka marrë mandatin në vitin 2022 ka pas rezistencë. Kur përfundet mandatin? Mandatin në fund të këtij viti. Tash bën 5 vjet kur kanë filluar. Në fund vitit dhjetor. Ka pas jo rezistencë shumë për ta deklaruar ashtu, por nuk kanë deklaruar hyrat nga shteti serb. Pastaj kanë pas një takim me partinë shumicë në listën serbe dhe kanë kërkuar që ato të deklarojnë sepse ne në atë kohë kemi pas një marrëdhënie goxha të mirë me agjencinë serbe. Edhe kemi pranuar disa informata për të hyrat e tyre, sepse edhe këta janë të obliguar të deklarojnë edhe atje, Kështu që kemi pas mos përputhje, sepse atje nuk i kanë deklaruar fare të hyrat e Kosovës, ndërsa në Kosovë nuk i kanë deklaruar fare të hyrat e Serbisë. Atëherë kemi pas në përfaqësues jemi marrë vesh që duhet të deklarojnë, kam pranuar të deklarojnë dhe nga viti 2023 besoj që kemi pas deklarim gati të saktë të hyrave, sepse kemi krahasuar ko pas kohe me të hyrat që kanë pranuar në agjencinë, sepse ato janë publike. Tashmë është një sfidë globale, edhe Shqipëria ka mbyllur e den edhe në Serbi kush sa parë i ka. Për këtë arsye kemi pas më të lehtë t'i krahasojmë, sepse emri është i njëjtë, atje ka pas një pozitë, po themi, cila mund të jetë në kundërshtim me legjislacionin e Kosovës, por për ne si agjenci është e rëndësishme të deklarohet e hyra, mos përputhja e pozitave që të kalon konflikti të interesit është përgjithësi institucionet e sigurisë apo institucionet tjera. Do të nga ai vetë ne kemi pranuar, po besoj gati të sakta të gjitha këto të hyra, nuk kemi pas të lashë të paktën. Po ashtu edhe është përgjigjja në kohë zyrtarët serb janë të rrallë përveç atyre që janë pjesë institucioneve, po zakonisht nuk kanë ushtruar kur funksionin publik për shkak të transformimit nga mbrojtja civile në institucionet publike, sidomos në veri, te Ministria e Ambientit apo një ditë cila ku ata vetëm e kanë pranuar pagën, por kur nuk ka pas asnjë email. Disa nga ata i ka largu nga puna. Ne kemi shqiptu postas ka pas adresë telefonat që kanë pasur në sistem, asnjë nga ata s'ka qenë funksional, do të kanë qenë të pasashme. Edhe po besoj që është mirë që ata që nuk e kryjnë punën publike mos të jenë pjesë e regjistrave, as nuk obligohen pastaj, sepse kurdo që ne dërgojmë një kallëzim penal, zyrtari i tillë apo qytetari i tillë, qoftë ai serb apo shqiptar, kurdo që hyn në Kosovë, nëse ngritin akt akuz, policia pret në kufi. Kështu që nëse ai nuk ushtron funksionin, largohet nga puna, nuk pranon pagë, edhe nuk ka nevojë ta kryejë. Shumë shkurt, a u dënuar dikush për mos deklarim pasurisë? Me burg jo, me gjoba ka plot shumë. Për shembull? Gjoba apo emrat? Emrat nuk e kisha përmend shumë sepse vetëm se më kujtu ministrja në detyre drejtësisë Donika Gërvallët që ka qenë në përballë, ka qenë a u dënuar ajo apo? Jo. Është liru nga përgjegjësia nga gjykata, pse ngrit nga akuz nga prokuria. Ka të tjerë që ka deklaroje se deklaroje pasurinë. E ka deklaruar pasurinë, por nuk ka qenë te deklarimi jo i saktë i pasurisë. Kem pas ministra të tjerë që janë vonu, e kanë paguar gjobën që ka qenë në 1.000 euro, nëse nuk ka bën dhe ka marrë dënim burg me kusht
burgu me kusht është nuk e kryet efektiv në qoftë se nuk e përsërit brenda afatit caktuar, i cili poashtu po hyn në regjistrin e veprave penale. Për shembull, ne kemi thënë që tek e fundit te pozitat e zgjedhura nuk ka impakt, po të zyrtarët të shërbimit civil ka impakt, sepse tashmë në qoftë se dikush dënohet edhe për lehtësimin e pasurisë me gjobë, po me burg me kusht, ai risohet si vepër penale dhe ai nuk mund të ngritet në hierarkinë e shërbimit civil. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Falenderoj shumë për mundësinë, ishte kënaqësi. Më shumë se sa që mendum, po besoj që shikuesit kanë pasur çfarë dëgjojnë. Faleminderit për juve, për mua është kënaqësi gjithmonë. Mediumi juaj na ka përkrah, pa përkrahjet mediave ne kemi vështirë ta bartim mesazhin. Shumë faleminderit juve dhe gjithë shikuesit për përkrahjen. Faleminderit edhe një herë, ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për një shtëpi këtu në Prishtinë, e cila është buzëqeshjes për shkak të punimeve që janë duke ndodhur në afërsitë të kësaj shtëpie. Pronarja ka folur për televizionin të shtatë dhe ka thënë se pret që të kompenzohet për dëmin që është shkaktuar. Me shirita është e rrethuar e qarkullimi nuk lejohet pranë saj. Madje kjo shtëpi është buzëqeshjes dhe tashmë ka ngelur e pabanuar. E gjithë kjo gjendje, sipas pronarës Shqipe Berisha, erdhi pasi nisi rregullimi i rrugës më poshtë. Gjatë punimeve të rrugës O, me 27 maj vitit kalum, unë veç kam fillu shembje të dheut në afër shtëpisë, edhe kemi kontaktu komunën. Në atë kohë, në ora 23:30, kanë ardhur ekipa e drejtorisë emergjente kodër komunës, edhe na kanë evakuuar prej këtuit. Pronarja gjithashtu ka filluar të jetojë në një objekt tjetër dhe thotë se qiraja i subvencionohet shpesh me vonesë. Prej asoj kohë, 2 javë kam qëndru te prentemi edhe tash jam me një banesë në rrugën Marrën Fejza. Ata me një vendim na subvencionon qiron, po me vonesa. Po duhet na prej tyrave tona të familjes, po si do që tjetë po kompenzohemi. E ndonë se ka kontaktuar me autoritetet komunale, përgjigje thotë se nuk morri. Pritni, bëhet mirë, kena me marrë masa, në regullësht, ju mos u shqetësoni, edhe më ram, jemi lajmëru, kemi qëndru, ne vërtet shuku ka qëndru dhe në ora 24 këto, jo mundu ta lajmëroj komunën, po në numrat që i kanë faqen zyrtare s'kom pas qasje, me të vërtet s'kom pas qasje. Në krejt këtë situatë, pronarja kërkon me ngolm kompenzim dëmi. Deri me 31 dhjetor kam prit një përgjigje kur fare, s'kom pas. Me 31 dhjetor përmes avokatit e kam bërë një kërkesë për vlerësim dhe kompenzim dëmit. Prej asoj kohë nuk kam marrë përgjigje. Edhe kështu. Jam e shqetësuar, jam gjendje të keqe shumë emocionale, atë ka vështirë. Gjatë qëndrimit të televizionit në vendin e ngjarjes, u pa se edhe rruga që gjendet aty është në gjendje jo të mirë. Për krejt rastin është kontaktuar edhe komuna e Prishtinës, nga ku nuk pati përgjigje. Flasim tash për derivatet e naftës, të cilat sërish janë shtrejtuar kësaj radhe 4 cent më shumë, qytetarit po shprehin pakënaqësi për mungesën e mbikëqyrjes institucionale. Çmimi i naftës në Kosovë është rritur sërish. Gjatë së premtës ai ka shkuar për 4 cent më lart. E saktësisht atë treguan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Çmimi i naftës në Kosovë për ditën e sotme do të jetë 1,60 euro për litër, ndërsa i benzinës do të jetë 1,43 euro. E për qytetarët, ky çmim është i papërballueshëm. Kjo është ndikuar shumë, jo pak po shumë. Bënë men, pej 7 centve, 8 centve u bon 1,60. Na punojmë me shtëkire, i mojmë familjen, këtu për dit ka 2 cent, 4 cent të hypë, se di që ka u bon. Përgjithsi jeta është rejtë, veç nafti që shtu pakot e tepër. Shqetësimi tyre është se për këtë çështje s'po ka mbikëqyrje. Nafti për ditë shkon për pjetë. As ka kontrol, as të në kontrol të qeverisë, mu po mdoko që s'ka këtë kontrol të qeverisë as kur gjëheq. Me që se s'kem as qeveri as kur gjëheq, që shë diju në unë jam i pashkull, veç që shpeshohën s'ka as qeveri as kur gjë. Ndërkohë sipas ekonomistit Safet Gërxhaliu, ky shtrejtim nuk po vjen veç si pasojë e konfliktit në Iran.
Janë 3 arsye që kanë sjellë deri në ngritje të tillë që goditët e Kosova. E para është shkatrimi i rafinerive të naftës në Bashkimin Sovjetik në Rusi nga ana e Ukrainës, ku pothuajse damet janë më tepër se 15 miliardë euro në djegjen e naftës të rafinerive dhe Rusia ka qenë një vend eksportues i naftës dhe fal këtyre dëmeve që kanë bërë është e obliguar të importojë qoftë nga Bielorusia, qoftë nga India dhe Kina. Për te faktoreve, kjo situatë pritet të prodhoj pasoja në ekonominë e vendit. Që sa analizot inflacioni në muajin qershor kemi pas një stabilitet të inflacion përkundër asaj që ka qenë shumë i lartë, po falë kësaj ngritje të fundit të çmimit të naftës, inflacioni ka tejkalu shkallën 7.5% që vërtet për një ekonomi të brirë dhe për një varfëri çfarë ka Kosova është një goditje në standardin jetesë të qytetarëve. Televizioni ka provuar të kontaktojë me Ministrinë e Tregtisë dhe shoqatat e naftareve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Këto po japin fund për sot, duke ju falendëruar gjithmonë që qëndron me televizionin të shtatë.